Po flas gjithmonë të ligjit. Është edhe një ftesë Sonila për t'i bërë kurban elektoral. Është krejt e qartë. Ne do të kemi parasysh që Edi Rama pjesën më të madhe të bashkëpunëtorëve të tij tashmë i ka përpara drejtësisë, kryesisht për dosje korrupsioni. Dhe ju mendoni që Edi Rama do t'i shpëtojë këtë për krime zgjedhore? Unë kam besimin që edhe dosja 184 do rikthehet sërish me provat e reja që po depozitohen në SPAK. Besoj që edhe dosja 184 dhe pothuajse të gjithë personazhet e përfshirë në atë dosje do të rikthehen. Por kjo që bën kryeministri Edi Rama është e papranueshme. Ne do të kemi parasysh që për skandalin e patronazhistëve dhe për skandalin e publikimit të dhënave janë marrë gazetarë që kanë shkuar në SPAK. Ndërkohë që kryeministri që i mbron ende nuk thirret nga SPAK-u për këtë. Se çështja e patronazhistëve është e pamundur që të shihet të shkëputur nga ato të dhënat private të shqiptarëve që dolën treg, pasi ato dhëna ishin grumbulluar për patronazhistët që ti përdorin. Ky është problemi, nuk është problemi i faktit që patronazhistët mbështesin Partinë Socialiste, le ta mbështesin Partinë Socialiste. Ndoshta dhe mirë bëjnë. Problemi është që ato kanë akses në dhënat tona private, kanë akses në numrin e llogarisë, kanë akses ku do të regjistroj fëmijë në shkollë. Dhe kur nuk kanë akses, kanë akses për faktin nëse un kam një prind apo nuk kam një prind që kërkon shërbim mjekësor dhe ofron që ta zgjidhin. Pra ato kanë hyrë në intimitetin e familjeve shqiptare, pra kanë hyrë, kanë shkuar shumë larg në raport me të dhëna që ato kanë marrë për familjet shqiptare dhe kjo përbën krim. Edhe kjo do duhet të jetë e papranueshme. Nuk është problemi ose mbështetja që ato kanë për Partinë Socialiste. Problemi është që ato kanë kryer shkelje dhe për këto shkelje do duhet përgjigjen SPAK dhe njeriu që merr përsipër të gjithë këto shkelje është vetë Edi Rama me ftesën që u bën nga zyra e kryeministrit. Se unë jam dakord, ishte në selinë e Partisë Socialiste, edhe mund ta mirëkuptoja deri diku se jemi në kulmin e fushatës, po që ti nga zyra e kryeministrit që paguhesh me taksat e shqiptarëve, të ngresh në qiell një armat që cënon privatësinë e shqiptarëve, kam përshtypjen që këtu jemi në kushtet, nuk po flasim as për fushat elektorale, po jemi në kushtet dhe rrethanat e një autokracie. Nëse mund të ndërhyj për të qenë pak më konciz, 330